Dje në ora 21:20 në sektorin për punë të brendshme Tetovë është paraqitur vetë një 47 vjeçar nga Tetova, me të cilin është zhvilluar bisedë zyrtare, duke vepruar lidhur me ngjarjen e datës 14 mars, ku një vajzë 19 vjeçare nga Tetova ra nga balkoni i shtëpisë së gjyshit të saj dhe u dërguar në kompleksin e klinikave Nën Tereza në Shkup. Zyrtar policor kanë arritur përfundimin se vajza kishte qenë e keq trajtuar psiqikisht dhe fizikisht nga babai i saj. Me urdhër të prokurorit publik, ai është liruar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Sektori për punë të brendshme Tetovë ka paraqitur kallëzim penal kundër një 46 vjeçari për shkak të dyshimeve të bazuara për veprën penale dhunë. Më datë 11 mars në rrugën e Ilindenit në Tetovë, pas përfundimit të një seance gjyqësore në gjykatën themelore Tetovë, ku kishte qenë i pranishëm bashkë me një person tjetër, i dyshuari e kishte sulmuar fizikisht këtë të fundit. Dje në ora 13 në sektorin për punë të brendshme Tetovë, një grua 47 vjeçare nga rajoni i Tetovës ka raportuar se është mashtruar nga një person nga fshati Haraqin Shkup për një shumë prej 550 eurosh. Sipas denoncimit, gjatë muajit shkurt 2026, ajo kishte rënë në kontakt me personin përmes një rrjeti social, i cili ishte prezantuar si përfaqësues i një kompanie për mobilje dhe kishte porositur mobilje. Pas takimit, ajo i kishte dhënë parat si paradhënie, por shërbimi nuk ishte realizuar dhe personi ishte bërë i pakontaktueshëm, po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje në ora 15:45 në policinë e Gosivarit, zyrtar policor kanë zhvilluar bisedë zyrtare me një 49 vjeçar nga Gosivari për shkak të dyshimeve për kryerjen e veprës penale, vjedhje e rënd. Ai dyshohet se nga një shtëpi ka marrë sende, të cilat janë gjetur dhe janë kthyer pronarit. Pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij, do të pasojë kallëzim përkatës.